Jam me Ridvan Peshkëpin, që më ka ardhur nga Gjakova. Shumë faleminderit që jeni përsëri në studio. Sa herë do duash? Okej. Për ata që nuk e din, Ridvan Peshkëpia do jetë një nga të ftuarit e mi të vazhdueshëm. Nuk them që do jetë në çdo emision, sepse nuk e di, njëherë mund të jesh i zënë ti, njëherë ndryshon agjenda këtu. Unë do bëj përpjekjen time që të jem në çdo emision, që do më ftosh ti. Okej. Mirë, e rëndësishme është që unë jam i kënaqur që më në fund ne bashkë u takuam dhe u takuam në studio dhe bëm për herë të parë javën e kaluar bëm një bisedë televizive, nuk e kishim bërë ndonjëherë. Edhe jam i kënaqur që pata këtë mundësi që do kemi këtë mundësi edhe në vijim me sipër. Mirë, ne nisëm herën e kaluar, për ata që ne kanë ndjekur edhe herën e kaluar, nisëm të flasim për atë që ndodhi në Muni përpara 2 javësh kur J.D. Vance, zëvendës presidenti i Amerikës, ishte aty prezent, mbajti një fjalë nëpërmjet cilës tronditi të gjithë audiencën, sidomos audiencën europiane. Pati shumë kritika nga pjesa gjermane, por edhe nga pjesa europiane në përgjithësi, ndaj fjalës që mbajti zëvendës presidenti amerikan, e cila ishte një kritik e fortë, gati e pamëshirshme ndaj, le të themi, qytetërimit europian. Ne nisëm, por nuk e mbaruam. I cili ka humbur rrugën sipas J.D. Vance-it. Edhe sipas Ridvan Peshkëpis. Edhe sipas meje. Ka humbur rrugën. Po dëgjoj, unë akoma nuk jam i bindur, Ridvan, me thënë drejtën, që e para që zëvendës presidenti amerikan ka kredenciale të bëjë kritikat kësaj natyre në Europë, për lirinë dhe për demokracinë. Po të kemi parasysh që J.D. Vance i përket një partije apo zëvendësi i një personi që në 6 janar të vitit 2021 frymëzuar në sulmin që ju bë Capitol Hillit. Ku qytetarët shkuan hynë në Capitol Hill për të peticionuar qeverinë siç e kanë të shkruar në kushtetutë? Jo, po atë ditë për ta sjellë kontekstin të plotë edhe për audiencën, atë ditë Kongresi Amerikan në sesion të përbashkët, pra Senati dhe Dhoma e Profesorëve, ishim mbledhur thjesht për të certifikuar humbjen e Donald Trumpit dhe fitoren e Joe Bidenit. Dhe njerëz të zëmëruar donin ta ndërprisnin këtë të paarmatosur, donin të ndërprisnin këtë procedurë. Ishte armatosur një pjesë. Jo, nuk ishin të armatosur, asnjëri prej tyre s'ishte i armatosur. Janë vrarë policia aty, jo, nuk është vrarë asnjë policë, kjo është një gënjeshtër e medias perëndimore. Është gënjeshtër? Po, është gënjeshtër. Fact check radhën tjetër. Po, fact check radhën tjetër. Nuk është vrarë asnjë policë. Absolutisht. I vetmi person që është vrarë atë ditë ka qenë Ashley Babbitt, e cila u vra nga një policë. Një grua e paarmatosur, e cila protestuese që u vra nga një policë. Ky ka qenë i vetmi i vdekur atë ditë. Asnjëri nuk është vrarë. Kanë vdekur disa policë më pas, një 3 ose 4, por të cilët asnjëherë nuk është konfirmuar që kanë vdekur, policë që kanë shërbyer atje, por që s'kan konfirmuar as s'është konfirmuar. Do bëjmë një verifikim, lutem. Javën tjetër kemi një verifikim të këtij fakti. Pretendimi im është që janë vrarë forcat e rendit. Absolutisht nuk është vrarë. Janë vrarë edhe qytetar. Absolutisht, vetëm një qytetar është vrarë. Ashley Babbitt. Një. Edhe forca e rendit, ndoshta një është vrarë. Por përsëri që t'i kthehemi asaj. Qytetar të paarmatosur, të zërmëruar që u hyn për të ndërprerë një procedurë qeveritare e ka në kushtetutë. Okej, ajo që ndodhi aty, ne patëm një përpjekje të një force politike që humbi zgjedhjet për të vënë në diskutim transferimin paqësor të pushtetit. Është një nga gjërat më të bukura. Për të vënë në diskutim rezultatin e zgjedhjeve. Gjë që ndodh absolutisht në çdo sistem politik, kudo vënia në dyshim e rezultatit të zgjedhjeve është një fenomen tipik në demokraci. Jo, përpara se të bëshin zgjedhjet, Donald Trump i ka thënë, më shumë se një herë, ndonjëherë si me shaka, po doli që shumë serioze gjëja, ka thënë që unë zgjedhjet do t'i njoh vetëm nëse fitoj unë. Nëse humbas unë nuk i njoh zgjedhjet. Kjo është mënyra të folurit e një newyorkezi. Jo. Kjo është mënyra tipike e të folurit të një newyorkezi. Nuk e prisë edhe lloj shpjegimi që ti bëhe, se unë mendoja që kishte një argument shumë i fortë për ballë cilit ti do rrije urt. Po kjo është ti gjete këtë. Po ti e ke dëgjuar si flet Donald Trumpi? Unë do të ndaj loj luftën në Ukrainë për 2 ditë. Kjo është mënyra tipike e të folurit të një newyorkezi. Sigurisht që askush nuk mendon se një luftë mund të ndalohet për 2 ditë, por ja ku jemi në procedurën e përfundimit të saj. Ridvan, problemi është që kjo rezultoi të ishte e vërtetë. Pra ai nuk e njofi humbjen.
Dhe ai pasi bëri ankesë pafund gjykata, pasi mori fjalën e gjykatave që ishte kundër këtij, atëherë bëri gjën e fundit që mbet. Asnjë gjykat nuk ka thënë që ai kishte gabim. Gjykatat vetëm nuk morën përsipër çështjet. Asnjë gjykat nuk gjykoi asnjë çështje të tij. Gjykatat lëshuan patatën e nxehtë. Dakor. Nuk e kapim këtë patatën e nxehtë. Asnjë gjykat nuk vuri në diskutim fitoren e Joe Biden. Jo, gjykatat nuk u morën fare me këtë çështje. Gjykatat as nuk e vunë në dyshim, as nuk e vunë. Gjykatat thjesht nuk e morën përsipër, të merreshin me këtë çështje. Ky bëri disa ankesa dhe gjykatat i thanë, nuk është çështja jonë. Okej? Po. Ky është sistemi amerikan. I kishte mbetur gjëja e fundit. Gjëja e fundit cila ishte? Peticionimi qytetarët të peticiononin qeverinë. E kanë në kushtetutë. Kjo ishte e fundit fare, po ishte një e para fundit. Ky urdhëroi zëvendës presidentin e vet, Mike Pence, të mos njifte të zbatoj kushtetutën dhe ta kaloj certifikimin e zgjedhjeve në shtete. E ke në kushtetutën amerikane. Jo. Po. Është në kushtetutën amerikane që kanë të drejtë shtetet. Kongresi mund të heqi dorë nga certifikimi i zgjedhjeve dhe mund t'ja u kalojë shteteve. Megjithatë, Ridvan, në tërësi, ajo që ndodhi, unë mendoj që ishte një gjë shumë e shëmtuar, sidomos jo për amerikanët vetë, por për miliona njerëz në botë, sepse pan atë që është konsideruar si le të themi djepi i demokracisë botërore, pan tempullin e demokracisë, se si po shpalohet se opton një ngjarje që kishte lidhje me pandën e Capitol Hill. Sa herë ke qenë në Capitol Hill? Në Kapitol, kam qenë vetëm një herë. Vetëm një herë. Unë kam bërë një postdoktoral në George Washington dhe George Washington University. Një vit kam qenë atje dhe zyra ime ishte 200 metra nga Departamenti i Shtetit, 700-800 metra nga Shtëpia e Bardhë dhe rreth 1,5 kilometër nga Capitol Hill. Dhe shkoja shpesh në Capitol Hill. Edhe me kolegë, ndonjëherë në një staffer atje që bisedonim. Nuk ka ditë që mos ketë protesta në Capitol Hill. Capitol Hill është i mbushur me protestues, vazhdimisht. Kjo ishte vetëm çështje dimensioni, këta ishin më shumë se sa ata që janë normal, zakonisht. Zakonisht janë grupe nga 50 vet, 30 vet, 20 vet, 2 vet, një njeri i vetëm. Capitol Hill është një arenë proteste. Këta që luan që ishin 10-15 vet, por thelbi nuk ndryshon. Protesta në shtëpinë e popullit, protesta nga populli në shtëpinë e popullit është legjitime. Kjo është një gjë pa precedent, protesta ndodhin vazhdimisht. Protesta nuk është protesta që është pa precedent, por është protesta në momentin që Kongresi është mbledhur në sesion të përbashkët për të dekretuar Po punë e madhe. E ndërprisa të ditë ditën tjetër, zëri i popullit është Vox Populis Vox Dei, zëri i popullit është zëri i Perëndis. Megjithatë se nuk e mbarova, edhe do kërkoja të mlihet ta mbaroja, me fjalë ta sintetizoja atë që ka ndodhur në 6 janar, po edhe në ditët që para prind dhe në javët që para prind asaj date. Ne patëm një përpjekje për të mos njohur zgjedhjet dhe për të penguar kalimin paqësor të pushtetit. Madje në ceremoninë që është bërë, ceremonia që u bë për Joe Biden është një nga ceremonitë unike në historinë politike amerikane ku nuk pam të shpalose natyra partizane e ceremonisë. Ne nuk pam republikan, nuk pam trumpistët, le themi, se Mike Pence ishte. Pra ishte një gjë që lëndoi një kulturë të tërë. Dhe unë përsëris që transferimi paqësor i pushtetit është një nga gjërat më të bukura që ka qytetërimi politik perëndimor. Pra ke një grup njerëzish që vullnet mirë, se u thot një kushtetut, por nuk është vetëm kushtetut, vullnet mirë dorëzojnë çelësat e pushtetit, që është një gjë e rëndësishme, është pushteti amerikan, nuk është pushteti i një fshati si Shqipëria. Dhe është një traditë që është le të themi qindra vjeçare. Dhe ky e lëndoi, e kompromentoi, e ndërmoi. Më thuaj ti mua si protesta e atyre 10 ose 15 vite do të ndalonte transferimin e paqësor të pushtetit. Në ç'më mënyrë do të ndalonte ajo? Ajo do të ndalonte një procedurë, por nuk do të ndalonte transferimin e pushtetit, sepse do ndodhte të nesërmen. Nuk ishte vetëm protesta, ishte edhe përpjekje që bëri Trumpi nëpërmjet sigur në vend të Mike Pence të ishte Rudy Giuliani. Po, ai do ishte president akoma, mund të kishte civilin amerikan. Jo, nuk është e vërtetë, nuk mundet. Nuk është e vërtetë cila? Jo, nuk është e vërtetë, se nuk i kishte mekanizmat. Asgjë që ka bërë Trumpi nuk ka qenë jashtë mekanizmave kushtetues.
Ajo që ai I kërkoi Mike Pence-it ishte t'ia hiqte që është në kushtetut, është e sankcionuar në kushtetut. Van Jonesi, një komentator liberal amerikan, ish këshilltari Obamas, e pati paralajmëruar atë përpara disa muajsh. Të lutem, konfirmoje në YouTube, ende është ajo video, që tha, ai ka një mekanizëm, paralajmëroi popullin amerikan, ai ka një mekanizëm kushtetues të duar, që ishte pikërisht kjo që ai kërkoi, që Trumpi I kërkoi Mike Pence-it, që t'ia hiqte Kongresit dhe t'ia kalonte shteteve certifikimin. Ai mendon se ekziston ky mekanizëm dhe ti mendon. Ekziston, është I sankcionuar në kushtetut. Sipas te, pse Mike Pence nuk ju bind? Mike Pence nuk ju bind, sepse ashtu si dhe gjykatat e tjera, nuk dëshironte të merrte një patate të nxehtë në duar. Ajo nuk është praktikuar asnjëherë deri tani dhe Mike Pence, si konservator që është, nuk donte asnjëherë të ishte revolucionari që merr përsipër një procedurë të tillë. Ashtu edhe gjykatësit nuk ishin ndeshur kurrë me procedura të tilla dhe asnjëri prej tyre nuk kishte guximin të merrej me një procedurë të paprecedent. Sidoqoftë bazuar te kjo histori, të cilën unë e lexoj ndryshe nga ty, e lexojmë ndryshe dhe kupton, jemi legjitim në leximet që bëjmë, secili ka drejt ta lexojë si doja të ngjarje. Unë e lexoj kështu, është një lexim populli. Unë I dua ata. Ai është populli që peticionon qeverinë sipas kushtetutës, e ka të sankcionuar në kushtetutë. Populli ka të drejtë të peticionoj qeverinë. Ja vajten aty përpara kryeministrisë. Në një kom që ka 350 milionë, nuk mund të quash 15 veta, kaq. Po 15 vjet është një numër përfaqësues. Po s'mund të quash popullet. Po të kesh parasysh se sa e madhe është Amerika dhe çfarë vështirësisë logjistike ka të shkosh nga skaje të ndryshme të saj për të qenë në një ditë dhe një orë të caktuar në Washington, se ata nuk janë banorë të Washingtonit, se Washington DC është 90% demokrat. Këta janë nga gjithë Amerika. Do thot mobilizimi nivelit shumë të lartë, do thot dhe vetëm ankesa legjitime realizojnë do të një mobilizim të tillë. 80% atyre janë, si thuash, pjesëtar të QAnonit. Çfarë është QAnon? Besojnë për teori konspirative. Të cilat pas 6 muajsh dalin që pas kanë qenë të vërteta. Diferenca mes një teorie konspiracionit dhe të vërtetës është vetëm 6 muaj. Do kemi kohë për të biseduar edhe për këtë. Por bazuar te kjo gjë, që unë sa po thash, leximi që unë I bëj, bazuar tek qëndrimi që mban Donald Trump, cilët unë ja pëlqej shumë politika, edhe për këtë do kemi kohë të ta sqaroj vetëm. Edhe unë ja pëlqej shumë politika. Unë ja pëlqej shumë politika. Por këtë qasjen që ai ka lidhen lapërdhare që ka me pushtetin, që është gati të vërminat çdo gjë në emër të pushtetit vet, unë këtë ja shoh shumë të rrezikshme. Dhe mënyra se si këtë e ka mësuar nga demokratët, sa ai ka qenë demokrat. Po ndoshta edhe demokratët e kanë. Ai Biden ishte me një këmbë në varr, po vdiste dhe insiston të trinte akoma, një çmenduri, kupton? Një gjë që kjo tregon që ka një problem të madh te partitë aty, një parti demokratike e jashtëzakonshme, me histori të jashtëzakonshme, nuk ka fuqi të thotë njeriu që është një zombi, që është duke vdekur në skenë, edhe që e ka humur mendjen, rrezohet në shkallë avionësh, nuk ka përkundrazi vën gjithë aparatin propagandistik në dispozicion për të thënë që ai është në kohën e tij më të mirë. Ka diçka që të shkon, po ka diçka që të shkon edhe me Partinë Republikane, një parti e madhe, që e gjitha ai është bërë rrogos një njeriu të vetëm, si me qenë në Rusi. Aty është Amerikë, është një kulturë e tërë, si thuash, e shprehjes së lirë të mendimeve. Në të vërtet nuk është eksaktësisht kështu dhe Partia Republikane. Ai kundërshtarët më të fortë I ka nga Partia Republikane. Projekti Lincoln është kundërshtari I tij më I madh se sa janë vetë demokratët. Numëroshin sepse ky nuk është as konservator, kur nuk thotë që unë jam konservator, ky kur nuk thotë jam I djathtë. E ke dëgjuar ndonjëherë Donald Trumpi thonë jam I djathtë, ai është pragmatik, ai është ideologjik. Shikoj, kabinetin e tij ka politikat I ka konservatore, kabinetin e tij, politikat e tij, kush janë politikat konservatore? Ja ti marrim me radhë. Politika anti-etike. Për familjen ai ka folur, nuk e din në planin praktik konkret vetë çfarë shembulli je, por për familjen ai ka folur. Për kombin amerikan ai ka folur, që janë këto janë vlera konservatore. Për emigracionin, për kufirin, janë të gjitha për uakizmin, janë të gjitha politikat të Clintonit dhe të Obamës. Ai absolutisht në asnjërin nga këto çështje ai nuk ka thënë ndonjë gjë përtej asaj që ka thënë Clintoni dhe Obama. Lëvizjet kundër uakizmit kanë qenë të Obamës,
Edhe të Clintonit? Obama ka sentenca, ka fjali të tëra, ka paragraf të tërë, të cilat lehtësisht ja kundërvë wokizmit. Po cilat janë vlera konservatore si pas teje? Për abortin ka mbajtur një që mban. Për emigracionin, për multikulturalizmin ka mbajtur. Çfarë ka thënë për abortin? Për abortin ka thënë që e kanë shtetet për ta vendosur. Po, për abortin ka dëshpëruar masa të tëra konservatore, kur ka thënë që unë nuk do të firmos asnjëherë një ndalim federal të abortit. Këtë ka thënë ai për abortin. Por ja u ka kalu shteteve sepse është kushtetuese. Sepse edhe një gjykatëse liberale si Ruth Genzer, si e kishte kjo? S'ka rëndësi emri. Genzer, kjo Ruth Bader Genzer, nuk më kujtohet emri i saj, se duke qenë se ishte liberal, nuk isha edhe shumë i apasionuar mbas qëndrimeve të saj. Ajo ka thënë. Edhe emrat nuk do t'ju ambaj mend liberal. Jo, është rasti, duke qenë se po plakëm kam filluar të harroj ndonjëherë. Ruth Bader Ginsburg. Po ndihem pak keq edhe ndaj. Nuk ka rëndësi emri. Shikuese. Ajo ka thënë që Roe ndaj Wade-it tha nuk mbahet nga pikpamja kushtetuese. Vendimi për të ndaluar abortin në nivel federal ishte i pambështetur në kushtetut. Edhe gjyqtar liberal të gjykatës supreme e kanë kundërshtuar. Çështjet e familjes, të abortit, të jetës apo të vdekjes janë çështje shtetësh. Dënimi me vdekje në Amerikë është çështje shtetësh. Ka dënim me vdekje në nivel federal për krime federale, por për krime në nivel shteti është çështje shtetësh. Ai është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë kompetenca i takojnë shteteve. Dhe çështja e abortit është një çështje që i takon shteteve. Cilat janë vlera liberale nëse nuk janë këto vlera konservatore nëse nuk janë këto konservatore? Çfarë priset ti nga një konservator tjetër? Unë asnjëherë nuk e kam mbështetur atë si konservator, se ai asnjëherë nuk e ka thënë që unë jam konservator. Ai është një politikan pragmatik. Ai nuk është një politikan konservator. Është sigurisht pragmatik. Po ai i nervozoi. Por politikat që ka konservatorë, sidomos në planin e mbrojtjes së vlerave. Cilat vlera? Sapo të përmenda, pra. Kombin amerikan. Let's make America great again. Kombin amerikan, demokratët kanë vrarë, kanë shfarosur popullsi jo të bardhë në emër të ndërtimit të një kombi të bardhë amerikan në historinë e tyre. President demokrat kanë blerë shumicën e territoreve të Amerikës i kanë blerë president demokrat. Kombi tani ai është i fundit në vargun e një numri të madh presidentësh që ka mbështetur nacionalisht. Sot në Amerikë përfaqësuesi i konservatorizmit në planin e vlerave konservatore është Donald Trump. Nuk është e vërtet. Donald Trump nuk është një president konservator. Ai është një president pragmatik. Rëndan mund të avionojmë të bisedë, po unë do doja të... Vazhdojmë ku duhesh ti, s'ka problem. Kemi luksin që kemi kohë bashkë, sepse do... A jemi mirë deri tani? Jemi shumë mirë. Do të tregoj edhe një gjë tjetër, që ka të bëjë me sjelljen e Trumpit publik. Edhe që ul kredencialet e një republikani për të shitur dëngla lidhur me demokracinë dhe me lirinë e shprehjes. Donald Trumpi në një ballavaçi me mediat, në fakt ka qenë në një rally, në një tubim me republikanët dhe ka thënë këtë për mediat. Ja ta shohim këtu në ekranin e madh. Është në anglisht. So I think maybe what we'll do, maybe we'll start thinking about taking their press credentials away from them. And then they said, he's killed reporters. And I don't like that. I'm totally against that. By the way, I hate some of these people, but I'd never kill them. I hate them. No, these people, honestly, I'll be honest. I would never kill them. I would never do that. Let's see. No, I wouldn't. Unë të vënë këtë video e zgjolla, jo sepse besoj që Trumpi mund të vrasë, apo mund të rrodhojë vrasjen e gazetarëve, nuk e besoj kurrë gjë. Mirë po, duke thënë të tilla gjëra, me gjysshekaje, ti krijon një klimë në cilën ose rriten fanatik, ose fanatik caktuar marrin zemër. Janë fanatik 24 karaç. Marrin zemër edhe mund bëjnë atë të cilën Trumpi e thot me shaka. Ai nuk e thot me shaka.
por ai nuk e thot në të vërtet në atë kuptim i cili mund të interpretoj. Trumpi është gjeniu i marketingit politik, ai thot ato që t'jetë në ciklin e lajmeve. Asnjëri nuk njihet kush në politikën bashkohore që të ketë marrë më shumë reklam pa para se sa Trumpi. Ai ju hedh medjave mish, që ata i konë. Dhe ata bie në kurthin e tij. Nga urrëtia për të bie në kurthin e tij. Ai është një strategji shumë e zgjuar e tij. Është mënyra që ai të mbaj veten e tij në ciklin politik. Dhe kur kujtoj Shqipërinë e viteve 90, Sali Berisha ishte mjeshtri kësaj. Ai gjithmonë udhëheq. Ai nuk reagon asnjëherë. Të tjerët reagojnë ndaj tij. Vetëm se duke thënë fraza të tilla, në këtë edhe kjo është si thuaç më gallatja, më shakatorja. Më komike, sepse ai her pas here ka thënë në mënyrë serioze, që mass media is enemy po armiq të popullit, po. Po kjo, ai mban vetë, edhe që mos ta mendoj ajo, kjo krijon një kontekst të tërë, ku ti njerëzit i inkurajon apo si thuash i injekton njerëzve urrëtie për gazetarët. Por në fakt urrëtia që gazetarët kanë injektuar për të çuan në dy atentate kundër tij. Nuk ka ndodhur e anasjelltas që mbështetësit e tij të shkojnë të vrasin gazetar, por përkundrazi urrëtia që mass media ka ushqyer për të ka çuar në rezultate. Është vërtet. Është e njëjta logjikë për cilën unë po flas. Pra, urrëtia e madhe që e kanë shpalosur ndaj Trumpit u pasua me atentatet. Nuk kanë ndodhur atentate ndaj gazetarëve. Nuk kanë ndodhur sepse nuk e di, fatmirërisht nuk kanë ndodhur. Po mund të kishin ndodhur. Kjo lloj klime ky është gjeniu i marketingut. Çdo politikan duhet mësoj se si marketohet. Dhe ky ka mësuar që nuk ka reklam negative, ka vetëm reklam. Ky ka ndërtuar një brand politik me hiperbole të tilla, me diversione të tilla. A e ka dëmtuar klimën politike në Amerikë? Jo më shumë nga sa që kishin dëmtuar këta, Scarborot me shok. Unë kur të thash fillimisht që Trumpi dhe Trumpistët nuk kanë kredencialet e duhura që në përbotësit, në mos në Europë, të flasin për lirinë e shpresë edhe për demokracinë. Dhe pata parasysh në mendjen time këto dy gjëra për cilat ti ke ose shpjegimin e tua ose ke qendrime të kundërta, kam parasysh pra ato që ndodhin 6 janar vitit 2021, kam parasysh edhe komunikimin, po shiko çfarë bëri. Gjenerin që Trumpi ka me gazetarët. Përkundrazi, shiko çfarë bëri tani së fumi. E hapi shtëpinë e bardhë, jo vetëm për mass mediat tradicionale, por edhe për youtuber të ndryshëm, për influencues të ndryshëm, që s'ka ndodhur asnjëherë më parë në botë. 2000 pyetjeve i është përgjigjur deri tani. 2000 pyetje. Ky Chris Kiliza ish opinionisti i CNN-it, e pati numëruar, më shumë se 2000 pyetjeve i është përgjigjur deri tani. Nuk ka pasur president më të hapur, ai kishte bërë që nga Lincolni një pasqyrë të numrit të pyetjeve që presidentët janë përgjigjur gjatë muajit të parë në detyrë. Ky ishte absolutisht shumë më përpara se sa gjithë të tjerët. Nuk më duket bash një diktator, se diktatorët duka shumë qejf të përgjigjen pyetjeve të gazetave. Asnjë armik i medias nuk më duket, sepse ky në fakt mediat lulëzojnë në kohën e tij. Gjatë 4 viteve mediat të cilat i kundërviheshin atij gjatë 8 viteve të fundit kanë lulëzuar me kundërvënie ndaj tij. Vetëm se të kthehemi te J.D. Vance, nuk po e mbyllim asnjëherë të bisedën e J.D. Vance-it. Edhe lidhur me ai bëri një akuzë. Unë lidhem shumë me J.D. Vance-in në shumë aspekte. Ai ishte djalë i shkathët dhe perspektiva e ke lexuar librin e tij Hillbilly Elegy? Nuk e kam lexuar librin. Lutem lexoje sepse do të kuptosh se ai naivisht fillimisht nuk kuptoi që trumpizmi ishte në fakt lëvizja e tij. E kuptoi rrugës. Me sa duket i biri i Trumpit e ka ndihmuar, sepse është shok i ngushtë me të birin me djalin e madh të Trumpit. Unë nuk e di nëse e ka kuptuar rrugës apo rrugës ka kuptuar një gjë tjetër, që unë duhet jem me Trumpin sepse ndryshe karriera ime Unë kam qenë një mbështetës
një mbështetës i hershëm i Trumpit. Unë kam qenë trumpist përpara se sa Trumpi të dilte, dhe do ta them pse. Sepse unë kam jetuar një pjesë të kohës time pikërisht atje ku është lindur dhe rritur J.D. Vance, në ato territorë, në ato toka. Unë kam qenë në Lexington, Kentucky, por shumë pranë meje ishte një universitet tjetër dhe në cilën unë shkoja shpesh dhe madje qëndroja edhe gjatë në shtëpinë e një shoku tim në Morehead State University, që është mu në këmbë të maleve Apalashe. Unë aty kam parë një Amerikë që shumica e audiencës tonë nuk e di që ekziston. Amerikën e varfërisë ekstreme. Amerikën e punëtorisë së bardhë, që globalistët ju vodhën punën dhe ja çuan Kinës. Kur unë shkoja atje, unë shkoja vizitoja të vende në vitin 2013, 2014, kur unë shikoja vende të tilla si Ashlandi ose Huntingtoni, qendra në të cilët kandidatët për president në vitet 60 shkonin dhe bënin fushat. Dhe tani kishin përfunduar qytetet Çeliku, kishin përfunduar në qytetet të methamfetaminës. Sepse këto elita globaliste ju vodhën punën dhe e çuan në Kinë për pak para më shumë. Dhe ju jepnin atyre disa thërmia lëmoshe me programe sociale. Dhe më thonë dhe muaj metalurgu. Dhe tani tallen në mua dhe më thonë mua learn to code, mëso të shkruash kode. Pse unë gjyshi im ka qenë metalurg, babai im ka qenë metalurg. Unë jam metalurg, unë nuk dua të mësoj gjë tjetër. Unë dua punën time. Pse ma vodhën punën time? Ja. Këtyre ju apeloj Trumpi. Nacionalizmin e vet ai e ndërtoi rreth këtyre. Dhe unë kisha një ndjenjë, diçka do të ndodh, sepse nuk mund të vazhdoj kështu. Ajo ishte Amerika vërtet. Ai ishte palca e Çelikut të Amerikës, të cilën ta për pak para më shumë e kishin kputur me premtimin e gënjeshtër se do fitojmë aq shumë para në punë sa do t'ju japim këtyre asistentë sociale dhe këta nuk do të ankohen. Por njeriu nuk dëshka asistent sociale, njeriu dëshka punë, se puna na pas ka qenë kuptimi i ekzistencës tonë. Po ka se globalizmi nuk është një shpikë liberale që mund ta çbëjnë konservatorët. Jo. Globalizmi është një fenomen që ka ndodhur në mënyrë të natyrshme, Nuk ka ndodhur në mënyrë evolutive. Jo, nuk ka ndodhur në mënyrë të natyrshme, ka ndodhur në mënyrë të inxhinieruar. Globalizmi? Po, ka ndodhur në mënyrë të inxhinieruar, nuk ka ndodhur as pak në mënyrë të natyrshme. Në mënyrë të natyrshme njerëzit kanë ndërtuar kufinj. Në mënyrë të panatyrshme kanë shkelur mbi ato kufinj. Jo, komunikimin, unë kam parasysh, le të marrim globalizmin në planin ekonomik. Pra, nevoja për komunikim sa më të madh në planin ekonomik, për shkëmbime sa më të mëdha në planin ekonomik. Globalizmi më i madh është arritur në perandorinë britanike në fund të shekullit të 19. Brenda perandorisë. Jo, edhe jashtë perandorisë. Por kjo nuk zhduku kufinjt ekonomik. Përkundrazi, kufinjt ekonomik vazhduan të funksiononin. Këta zhdukën kufinjt ekonomik. Dhe kur zhduken kufinjt ekonomik, sigurisht që ai kinezi që merrte 55 cent në orë. Liberale tani, Elon Musk nuk pengon. Unë nuk thash liberalet. Unë thash elitat globaliste. Kur folëm është një miliarder. Dhe ati duhet të investojë. Dhe investimi bëhet me logjikën. Po hedh kaq, do fitoj kaq. Nuk ka njëri që hedh për të humbur, hedh për të fituar. Dhe ai nëse shef zbulon apo eksploron botën kineze dhe shef që aty ka hapësirë, ku ky mund të investojë dhe të fitojë më shumë se sa fiton në Amerika, më shumë se sa fiton në Europë, Elon Musk do shkojë në Kinë, vetëm nëse është idiot. Ose është, le të themi, i fanatizuar në mënyrë ideologjike dhe thotë, jo, unë do mbazë dori këtu, por nuk është biznesmen më. Po faktikisht ai nuk shkoi në Kinë, ai po rri në Amerikë. Nuk ka shkuar kjo, unë e mora atë si mora një emër, opton. Ai po rri në Amerikë sepse akoma s'ka gjetë motiv, po do gjej motiv të ikin Kinë, të ikin Indi. A diti si e ka ndërtuar Amerika fuqinë e vet ekonomike? Amerika e ka ndërtuar fuqinë e vet ekonomike me tarifa. Taksa mbi të ardhura është një histori 70 vjeçare e Amerikës. Amerika s'ka pasur taksë mbi të ardhura. Ka pasur tarifa. Tarifat që tani Trumpi ka kthyer në menun ekonomike dhe diplomatike të vendit nuk kanë qenë gjithmonë të munguara. Përkundrazi, kanë qenë burimi kryesor i të ardhurave të kombeve. Këta eliminuan tarifat dhe kjo çoi në shpërbërjen e ekonomisë tyre. Tarifat që po vot Trumpi, nuk kurse do pengojnë shkëmbimet globaliste. Jo, ai po i përdor tarifat në dy mënyra. Njëra mënyrë është po i përdor si armë, i thonë ata economic statecraft.
armë e luftës politike ndërkombëtare nëpërmjet mjeteve ekonomike. E dyta është se nëpërmjet tarifave ai kërkon, kur ato do t'i vendos vërtet, se ndonjëherë ai vetëm e bën kërcënimin e tarifave dhe nuk synon t'i vendos vërtet. Ndonjëherë tjetër synon të vendos tarifa pa folur fare, pa e bërë fare të kërcënim. Kjo e dyta synon kthimin e industrisë në Shtetet Bashkuara. Ja, me ty ka një gjë të lezetshme sepse ka rrjedh, dhe kjo është e rëndësishme, është domethënëse. Ne jemi në fund programit për sonte. Kështu që çfarë nga mbet pa folur akoma do ta flasim herën tjetër. Do t'i flasim sa herë të duam. Okej. Mirë, dhe të falenderoj që ishe këtu. Tu thoj rrugë të mbar për Prishtinë, që do kthehesh sot. Po, se desha të bëj një korrigjim të vogël për prezantimin që më ke bërë javën e kaluar, se the që është në Universitet Gjakovës. Në fakt nuk jam në Universitet Gjakovës, unë jetoj në Gjakovë, po unë punoj në Prishtinë dhe jam profesor i shkencave politike në Universitetin për Biznes e Teknologji. Gjakova ka një universitet, por ai është një universitet i vogël, kryesisht me shkencat të jetës, infermieri, mësuesi, nuk është jo në fushën time. Okej. Por doja ta bëja këtë korrigjim të vogël, të parëndësishëm. Okej, herën tjetër mos harrojmë as ti shumë që kemi për të bërë verifikimin lidhur me forcat e rendit që sipas me Ti the janë vrarë, po. mos i kësaj fjale, janë Po, vrarë. janë vrarë. Mirë, ndërë kjo është biseda që unë pata sonte me Ridvan Peshkëpin, do shihemi bashkë pas pak, pas publicitetit.